Dhe ai tani po bën gjithçka për të përdorur Lubin si parzmore. Si parzmore. Shqiptarët nuk do jenë indiferent. Do të jenë ata që do imponojnë ligjin dhe drejtësinë në qoftë se ky kërkon t'i konfiskojnë në këtë mënyrë. Po kështu dje, për herë të dytë, në një ndërhyrje tjetër, ju përmend në gjykatëve rroga sikur i ka nga pronat e Surrelit, sikur jep nga fondet e vjedhura, dhe jo nga buxheti i shtetit. Një akt pacipsie. Në një kohë kur ata gjykojnë, ai përpiqet t'i kërcënojë, të përdor buxhetin e qytetarëve që e ka vjedhur vetë, për të kërcënuar gjykatësit që kërkojnë të mbrojnë buxhetin nga hajdutët. Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe dhe u bën thirrje qytetarëve shqiptar të gatshëm për protestat më të fuqishme që vendi ka njohur, për të ndarë përfundimisht nga kjo band hajdutësh që kombi shqiptar se ka patur kur në drejtim që nga themelimi i shtetit shqiptar gjerë sot. Faleminderit. Pyetje. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCN-TV. Në pjesën e parë juve u ndalet tek çështjet ekonomike të paketa fiskale dhe këtu kam një pyetje. Në paketën fiskale të paketa e paqes fiskale, një nga elementet është amnistia e detyrimeve tatimore për kompanitë për detyrimet më të vjetra se 10 vjet dhe ndar kjo me fasha pastaj.